dy kultura, për shembull, le të marrën edhe Sumburgën e Shqipërisë edhe këto, le të provojnë këto mashtrejt, edhe le të kqyra apo i shitet ajo kjo. Na e kemi kvalitetin shumë të mirë. Ata po na vlerësojnë neve me kvalitet Shqipërisë. Duhet me kqyr cilësinë, nëse unë cilësia shumë më e mirë, duhet ky për një 20 cent, ndoshta ose 30 cent me ko ma i shtrejt. Sa mendon zotëri Aki që vlerësohet ndoshta bujqësia në Kosovë dhe prodhimet tona? Nuk vlerësohen sa duhet, se tash të më ta kallëzu një arsye. Kur po vjen këtu, se tash për momentin ka Sumburka të Shqipërisë, tash jena të pakt fermerë që jena në treg me Sumburka, na e kemi kvalitetin shumë të mirë. Ata po na vlerësojnë neve me kvalitet Shqipërisë. Për shembull, ajo është ushqit edhe me 1 euro gjys, edhe me 1 euro 60, 1 euro 70, edhe neve po na kërkojnë këta lokalet këtu marketet, po na thonë që kaq për marrëm na, apo nuk, ata nuk pikëqyrin cilësinë, domethënë, ai po thotë që kaq për marr ato, po do më marr edhe këto. Po ti duhet me kqyr cilësinë, nëse unë cilësia shumë më e mirë, duhet ky për një 20 cent, ndoshta ose 30 cent me ko ma i shtrejt, se konsumatori kur ta shen një mall të mirë, edhe pse t'ja losh 20 cent ma shtrejt ose 30, nuk e lën për pak me marr, ose le t'i mojnë dy kultura, për shembull, le të marrën edhe Sumburgën e Shqipërisë edhe këto, le të provojnë këto ma shtrejt, edhe le të kqyra apo i shitet ajo kjo. Po kur të është kjo, unë e pivrej tash që kom fillu me ju qu lokale, ku piqojnë markete, fill për po kërkujnë prapë, se konsumatorët për marrën, edhe pse na shton pak ma shtrejt, se ajo Shqipërisë. Si shkojnë çmimet, nëse bën me ditë? Tash për momentin është, na jena ty edhe 2 euro, ata janë të shit pak ma shtrejt, është në varet krejt për marketit që është dujnë. Që aty po sillet çmimi. Për momentin, po mund më ndru tash shumë shpejt se tash fillojnë me dal edhe tjertë fermera me speca edhe kur fillojnë me pas pak sasi më të madhe, çmimi bjen se edhe importi jashtit edhe ka me fillu me ra. Po nuk zgat kjo shumë, po kupton, mund me zgat maksimumin 1 muj ditë, mas 1 muj e fillojnë me ndru çmimet, tani bin edhe ma ullë shumë, po kupton.